Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës suportues në fakt të kanalit të Monitor TV dhe të MIT. Ja ku po takohemi sërish të ditën e sotme në këtë të diel për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, dinamikat më të fundit, por edhe pikpyetjet më të mëdha. Rrjetet sociale, TikToku, Instagrami, sot ka mundësuar që të ketë qasje çdo kush dhe çdo njeri të jap mendime, të jep lajme, të hamendësoj, të krijoj diskutime dhe dinamika. Dhe tema më e diskutuar që ka ngritur një polemik shumë të madhe është tema e Big Brother VIP Albania 5. Do më thënë jemi në 2 muajt e artë, unë kështu dhe të quaj 2 muajt e artë, 2 muajt të fenomenit social që po na rëmben zemrën e të gjithve. Janë 2 produksione, si ai në Kosovë dhe ai në Shqipëri, që punojnë me një intensitet shumë të madh, që mendojnë shumë gjatë, që bëjnë plane, që bëjnë takime, që ekspozojnë gjëra të ndryshme, vetëm për të sjellë tek audienca dhe te publiku një spektakël të papar, një punë gjigande të madhe të paimagjinueshme. Do të flasim për Ledion Liçon, Sara Hoxhën dhe Lori Hoxhën. Treshja që kanë vënë këmbën në të gjitha mediat shqiptare. Do të thënë Ledioni, Sara dhe Lori janë trioja që po luftojnë, që po bëjnë suporte, që po bëjnë emisione gjigande dhe po tërheqin një vëmendje të papar. Në kohën e fundit, ne po kontrollojmë Instagrame, po kontrollojmë nëse dikush ndjekën dikë. U përfol që Sara dhe Ledioni dhe vazhdohet të përflitet, kanë shkatruar marrëdhënien e tyre. Janë ndarë. Nuk janë bashkë me njëri tjetrin. Thuhet dhe përflitet që Ledioni nuk do të jetë moderator në Big Brother, që e gjitha puna i është besuar Lorit, etj. etj. Ledioni dhe Sara, por njëkohësisht edhe Lori, në Instagramët e tyre, po të hedhim nga një sy, ja tani që unë po komentoj me ju, dua që të hedh një sy për shembull në Instagramin e Lorit, Lori Hoxhës, për të kuptuar se çfarë po ndodh. Lori Hoxha në të gjitha postimet dhe fotografitë që nxjerr me shumë dashuri nga e gjitha eksperienca që po bën në Top Channel, ajo merr mbështetjen edhe dashurinë të Ledion Liços, por njëkohësisht edhe të Sara Hoxhës, motrës së saj. Ledioni është ajo figura publike që e mbështet, e suporton dhe e don Lori Hoxhën. Do me thënë, në kuptimin e bashkëpunueses, në kuptimin e motrës së Sarës. Për informacionet dhe thashe theme që përfliten lartë dhe poshtë për një krisje në martesën e Sarës dhe Ledionit, për një ndryshim në rjetin e Big Brother VIP Albania në këndin e producentes, në këndin e organizatorit, në këndin e drejtorit, në këndin e moderatorit, nuk ka asnjë lloj ndryshim. Do me thënë, lajmet për Sarën dhe Ledionin janë lajmet të cilat nuk kanë bas. Do me thënë, nuk ka bas për ndarjen e tyre. Nga informacione që ne kemi arritur të sigurojmë me shumë vështirësi, bazuar në marrëdhënien e Ledionit edhe të Sarës, bazuar në marrëdhënien e Ledionit edhe të Lorit, apo në këtë bukën e madhe të Top Channel, Ledioni dhe Sara kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Është Ledioni ai i cili reklamën e bën i pari në rrjetet sociale, në qoftë se televizioni Top Channel vendos që të sjellën një emision të ri. Televizioni Top Channel vendos që të promovojnë një gazetar të ri apo një moderator të ri. Do me thënë, lajmet të cilat përfliten për Ledionin dhe për Sarën janë lajme pa burim. Tani, pse Ledioni, Sara dhe Lori janë njerëz të suksesshëm dhe kanë një bashkëpunim, por kanë edhe një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur mes njëri tjetrit, që në thelb duket një marrëdhënie egoiste, sikur ato mendojnë vetëm për vete, sikur ato luftojnë vetëm për median e tyre, a realisht nuk është një marrëdhënie e tillë. Po të hyjmë më thellë dhe ta shohim më thellë situatën e tyre, është një marrëdhënie fitim prurse për të gjithë,
është një marrëdhënie që ka një mendje të veçantë që korrë një sukses të jashtëzakonshëm, domethënë si në ngritjen e gazetarëve të tyre, si në ngritjen e emisioneve, si në ngritjen e çdo gjëje, domethënë është një kryevepër e bukur që po bëhet dhe thashë themet për ndarjen, për lëvizjen e çiftit janë thashë theme të reme. Big Brother VIP Albania 5 do të vi si gjithmonë që ka ardhur në fund të muajit dhjetor. Në krye me Ledion Liçon, në prapasken me Sara Hoxhën dhe në ndrejtimin e të gjithë televizionit gjigant, televizionit më të fuqishëm shqiptar aktualisht Top Channel nga Lori Hoxha. Domethënë ky trekëndësh tepër i besueshëm në asnjë mënyrë nuk largohet nga njëri tjetri sepse marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e bukur. Si marrëdhënia e Sarës, Ledionit në jetën e tyre private, në jetën familjare, ashtu edhe marrëdhënia e Ledionit në jetën familjare, në jetën private, por edhe në atë profesionale. Domethënë, ato kanë gjetur rrugën e tyre, janë të fokusuar drejt punës, janë të fokusuar drejt suksesit, janë të fokusuar drejt investimit që ato po bëjnë çdo ditë që televizioni Top Channel të rinë në rejtingun në të cilin është, domethënë, nga televizionet më të shikuara shqiptare dhe me më shumë emisione, me më shumë gjallëri. Dhe pikërisht ky është suksesi i Ledion Liço. Normalisht që Ledioni, sepse shikoj edhe komente pse Ledioni nuk flet. Normalisht që Ledioni nuk flet kur gjërat janë të bazuara në thashë theme, që nuk kanë bazë, që nuk kanë një argument dhe nuk ka arsye pse të flet në fund të ditës. Ato normalisht e përdorin dhe pak të marketingun e reklamës sepse është një ndim për to nga që do të vinë emisione etj, po në fund të ditës Ledion Liço tregon që është jashtëzakonisht i suksesshëm dhe ka një suport të papar. Ne do të takojmë sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj për këtë çift.